Qeveria ka marrë vendim për shtyerjen e procedimit në kuvend për ratifikim të marrëveshjes për shënimin e pikës kufitare me Malin e Zi. Ne për këtë mbledhje kemi planifikuar që trajtojmë edhe ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, i cili ligj është përgatitur nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ndërkohë, së bashku me partnerin e koalicionit, kemi vlerësuar se ka mundësi që akoma të shfrytëzojmë këtë hapësirë dhe të studiojmë gjitha mundësitë që me ligj të shohim hapjen e mundësive për të argument vërtet që ligji mund të përfshijë argumentimin e fakteve që do të mundësonin që në të ardhmen ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi të krijohen situata në cilat ne do të mund të bisedonim. Kryeministri Isa Mustafa u zotua se qeveria do të angazhohet që të zbardhen dhe të vërtetohen akuzat e opozitës dhe të disa gjeografëve se Kosova ka humbë territor me këtë marrëveshje. Qeveria do të punojë që akuzat e opozitës, por edhe bashkangjitja e këtyre akuzave të disa gjeografëve se Kosova ka humbë territor në shënimin e kufirit me Malin e Zi do të zbardhen dhe do të vërtetohen. Evidencat e tanishme, sipas Komisionit Shtetëror, flasin se Kosova ka 10.906 km2 në bazë të saktësimit të matjeve, që nuk është më pak se s'ka qenë përpara, por është pak më shumë, dhe është rezultati shënimit të vijës kufitare të Kosovës me Maqedoninë dhe vijës kufitare me Malin e Zi, prandaj që mos manipulohet me ndjenjat e qytetarëve. Edhe si kryeministër, po mendoj se edhe si qeverinë do të kërkojmë nga opozita që të tregojë lidhur me territorin, edhe tregojë se sa është territori i Republikës Kosovës tani sipas tyre. Në këtë takim, qeveria mori edhe disa vendime të tjera, në mesin e të cilëve edhe atë për formimin e Komisionit për njohjen e statusit të ish të dënuarve dhe ish të përndjekurve politik.